thonë, one i du mërgjimtar. Jo, si du mërgjimtar. Ti me shkune pak të njëherë veç për vota atje, dhe për mes njerëzve tu që i ki instalu atje në komuna, atje më falë në përvend në Bashkimit Europian, qoftë ku dush, dhe tash këta kur vjen kohë e votave, mja pagu rrugën, mja pagu autobusat, marrë me votu atë lëvizjeve vendose, besoj që kjo është shumë e dënshme dhe këto zgjedhje u po shumë qartë sa dojnë lëvizjeve vendose, sa ka po lëvizjeve vendose për shtetin, prej momentit, e kemi thonë këtë studio dhe çdo studio tjetër që u fol, prej momentit ku në certifikuar zgjedhore, që në muj, Albin Kurti si ka themelu institucionet, pse? Për interes puro politik, puro personal, shtetin në krizë i ka prish marrëdhëniet me SBA, me Bashkimin Evropian se takojnë më në qeveri, po takojnë konvent aty. Edhe tash kjo është shumë e qartë. Çka ka bo lëvizja vendose dhe çfarë sentimenti kombëtar dhe çka ka bo për shtetërtimin e Kosovës. Që 5 vjet ekonomia në regres, sistemi juridik është shumë i dobët dhe prap njerëzit janë në atë pikë paktën kur janë konë atje, me Mitrovicën kanë lujt atje, Qetas, Lisa Sërbe, prap i fitoj 4 komunat, plus komuna tjera, Vučići ti kontrollon 9 komunat shtetë të Republikës së Kosovës dhe këta bujnë populizëm. Po çfarë lëvizje vendose, çka ka bo lëvizje vendose këto? Lëvizje vendose i ka ratu njerëzit e vet dhe ka bo politika populiste. Kur gjë për shtetin s'ka bo. Dhe këta dalin e mbrojnë. Masi kjo është e dëmshme. Ai musën mashet këto.